Tu si do në atimit. Ma fresk, ma pasër trupi. Stomaku këtë normale. Pra shqipeni. Pra jo mo shkatru për i tjerë. Do me vazhdu. Po si me vazhdu? Si që të vazhdu ditë në gjumon. Vazhdojnë e namazët ditore. Se këto do të duhet. Një hoqë kere ka kritiku njën e prej gjëmatit. Ma marë buret dhe mësirë, namaz. As keni gjallë tjetër ma për thonë dhe vete namaz? Vallaj dhe zërë sa të dush ka për thonë, po që jave hullet tjetëve, jave namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Namazi është shtylla kryesore e dinit. Nëse ti vazhdo me namazin, këtë i ke shkatruar. Kësia. Ke shkatruar dhe që është miku kryesor shejtani. Ai vallaj është prej. Ati si predove. Se qovë punoj i vjetë i shkojton. Se i fali zë i mshirë. Kështë është prej. Qatë punët me kapë? Prej njerëzve, prej besimtarëve. Se ata që janë vesh me ditë në beramit dhe ta i ka të vetë, keqë vjetë që ja thëmë për Zotin, se Allah e di, se në bashkëve, nëse do të pësë të njani për ju shmu, qërë sigurie këtë i hurë për vetëm ta dhe për gjenejnë. Ju betohë në Allah, nuk tishtë të thoma si fjallë. Sa të dush pa punu, punë të mena, rrëth 20 vjetë. Ke 15 vjeç i pa e filloj, edhe që t'ju themu juve, Allah i s'mën e themu si të. Vesh ti i gjohë, shpresoj të këshira Zotit për xhenet, dhe kom shumë frejt të këtërimi Zotit për xhenet. Po që këllonë e i sen t'ju themu që shikohë e fitohë, hezër e fitu, jo vëllaj. Jo vëllaj. E 5 ditë që a gjëve, kanë mene e ka vërtit Ramazanit se gjesh pa qirë, edhe ata më shpret Zotit do t'i gjërëj, janë detyrime, nuk janë to të përkoshme, kështu që kini bides, mos u zhytin ata të frimet haram, se do të dëmtoni këta që kini punu vetë. Këta që kene të vetë, do të dëmtesh. Edhe ka shumë mësi, në zonë që po përdoj puni vitit, me njetë pasi do. Pasi punë mirë, këtë një shkani që në ruodë. E mora thot shejtani më bu, e puna për vetë. Shtu ruhni sa ma shumë, kini frejtë Zotit për të gjohë. Mos i lejni kohët e namazit, veprat e vërdojnë imagjinimi, hona, nejte, ka vlerat dhojët, për shembull, një honë dhe një hejte, çdo ditë, hona dhe nejte, veprat tona shpejt në të gjellë, ata që kemi punu. Të shi imaginoni, të fletorojnë veprat tona, t'i marrin me lajke të qëllë Allahut që le gjerahu, edhe i thonë, Zotë filonin e kene randë agjerushëm, Zotë. A ta gjimat. Edhe së shumë, dhe më thonë 2 ditë javë, e tjera agjerime ka sa tush, oferta dojë të jepi më dhe gjellë gjerahu. Por një kohës ishte edhe për vepra tjera, pamirësi që ke po, masë në, njerëzit kanë nevojë edhe masë Ramazan. Shko sa të munësh, ilaçe, ushqime, qatë ke nevojë, vazhdo. Se një desh gjenetit të rejtë qelet e vetëm për pamirësat. Edhe ato të vinë parë të një. Bile ka konkurencët e mes të atyre që i mësu, se që është pamirësia, edhe këtyre që e konë pamirësi. Të dy parët në konkurrejnë atje, por, ka i pamirësi, ka i status veçan, ka Allah, gjele gjerahu. Pra mëse në, me mune Ramazanit. Pra vazhdo. Sa të munesh, ku të munesh, dhe e regull vetë shkate. Sigur e ke regull për të falë namazin, çdo ditë të i gjindesh njëri. Çdo ditë të i gjindesh njëri, i halë që i vati. Por, mos i qimë haram, se kanë tërgu i zonë, se ishte i lokal njëri, kështu që shërbente me kafe, shaje, kështu për shërbente me alkohol. Me kështu nuk pa, nuk fitoj këto. Edhe mos të zjasim,
Një hallëqi vend ato që s'kishte lek, pinte dhe domonin, edhe çdo ditë i jepte kafën e një gotë ragi. Pasha Zotin. Të merrëm vjetën, dhe thonë, po, shifeni që ndodhë. Edhe, 4-5 vjetë reshë, e kishte kafën e gotë në ragisës, të po mirë, bro, ati hallëqiu. Mi thonë bukë se dojë, e kom pravu bukën, s'kom qenë ushtarë. I thoshim ati i shoqit, e kishim shoqit të ta bi i panine me djallë, e dini? Ushtarë ishim, kishim nevoj për tonë, mashër e 20 vesh, 19 vesh. Në më thonë, e plotës të ma bukat, jo mos i televizishim, kishim ato shmejnë rrëth 28 kile, 52 kile pesh, më shmejnë. Do heqen dhe me vratë. Po mashër e i ka rati dhe. Je, bjerja dhe cigara, të stohu. Pra shifër që në. So pa mirë si kjo. Edhe janë e lokit mas ja 4-5 vitesh, në një jetë mas, ka më në zgodë në rëgjisë.